krenar për origjinën e tij. Në momentin kur të gjithë prisnin një po për Zvicrën, ai zgjodhi pon për vendin e gjyshërve të tij, zgjodhi të jetë zëri i historisë së tij, zgjodhi Shqipërinë. Nedim Bajrami nuk është vetëm një lojtar, është histori, ëndër, përfaqësim, dhe çdo herë që topi i ndalet në këmbët e tij, është si të ndalesh kohën për të dëgjuar ritmin e një zemre që rreh për Shqipërinë. Falenderit, unë fillimisht kërkoj falje se koha pak e nxehtë dielli, po megjithatë më të ngrohtë e bën këtë aktivitet prezenca e këtyre trive, këtyre fëmijëve, dhe kjo tregon se ky manifestim ja ka vlerëtur, sepse ne duam që kështu modele të japim për rinin tonë. Pra të japim modelin e Nedim Bajramit, një të riu i cili me angazhimin e vet, me punën e vet, ka treguar se mund të arrijë në majat të futbollit. Prandaj Nedim, faleminderit që sot je në mesin tonë dhe që je model për rinin tonë. Prandaj, sot përmes zbulimit të këtij murali, ne duam të tregojmë që sa më shumë Nedima të kemi në kombëtare, sa më shumë të rinj të kemi që luajnë dhe promovojnë Tetovën në gjitha klubet europiane. Për mos me zgjatur më shumë, edhe një herë, faleminderit Nedimit, faleminderit edhe familjarëve të Nedimit të cilët sot janë në mesin tonë, të cilët kanë investuar për një djalosh siç është Nedimi. Faleminderit të gjithë juve që ishi prezent dhe ne do vazhdojmë edhe në të ardhmen të punojmë për më të mirën për Tetovën dhe tetovarët tonë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë, shpresoj që jeni mirë. Pari e faleminderoj komunën e Tetovës, kryetarin Bilal Kasami edhe direktorin Zotri Zaferin. Jam shumë i lumtur që jam këtu. Është një ditë e veçantë edhe jo vetëm për mua, por edhe për familjen time dhe gjithë rinjen që ndjek në sportin. Domethënë, ju uroj shumë suksese, jo vetëm në sport, por edhe në shkollë, se të dijat janë të rëndësishme. Edhe inshallah shifena sa më lart gjithë bashkë. Të nderuar përfaqësues të medjave, sot për Tetovën është një rast i veçantë, mua personalisht një emocion i veçantë, që këtu nga përbori shkollës mesme të tekstilës, po promovojnë, zbulojnë moralin e një modelit të rëndësishëm për Tetovën dhe tetovarët dhe për të shqiptarët, siç është Nedim Bajrami, përfaqësues i kombëtarës shqiptare. Edhe një herë faleminderit Nedimit i gjithë angazhimin e tij, jeti kohë që sot jetë në mesin tonë dhe këtive trive të japë një emocion të veçantë. Faleminderit. Si ndihesh në Tetovë, çka do të thotë ky moment për karrierën tënde? Po, si ndihesh në Tetovë, çka do të thotë ky moment për karrierën tënde si futbollist i kombëtarë shqiptar? Jem sot shumë i lumtur, domethënë jem sot këtu në Tetovë, jo vetëm në familje ashtu. Shoh gjithë njerëzit që janë këtu edhe kanë gjetur domethënë sportin dhe uroj gjithë shumë sukses. Diçka tjetër? Do një porosi për Tetovën? Nedim, edhe një pyetje. A von ndonjëherë do e vesh panellën kuqezi për Shkëndijën? Në Tetovë. Karriera është e gjatë shumë, pasi dihet në futbollit, kështu që unë jam për momentin e Rangers, futbolli është aty. Shkëndijës ju uroj shumë sukses. Nedim. Ura. Pas telefonit, se shumë se për trit ju uroj shumë sukses. Domethënë atë rrugën e gjatë që kanë, se unë di çfarë bëj. Edhe kur më të gërzu, se me të një është me arrim që të gjëra të Në veç shpresa që Shqipëria të kualifikojë në botëror. I kena edhe 3-4 veshë, të më thonë, si vjetë
japi maksimumi fushë edhe inshallah E kujt është ky lajmi? Sa mikrofon. Jakub!